Televizioni Ora News ka publikuar faktin se në vendin ton është futur pluhur frutash me origjinë nga Turqia, brenda të cilit ndodhet pigmenti i rrezikshëm për shëndetin e njeriut, e kuqe reaktive 141. Kjo është foto e produktit, i cili është lëndë e parë për prodhime të ndryshme në pasticeri. Pigmenti i pa autorizuar i konstatuar te ky produkt, e kuqe reaktive 141, është një bojë sintetike që përdoret kryesisht për ngjyrosin e tekstileve, veçanërisht pambuku dhe fibrave natyrale. Ky pigment është rreptësisht ndaluar të përdoret në ushqime dhe produkte kozmetike. Pas kërkesës për informacion drejtuar Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, ky institucion na bën me dije se sasia totale e këtij produktit e importuar në Shqipëri është 1200 kg. Inspektorët e AKU kanë arritur të bllokojnë 365 kg, ndërsa 835 kg e produktit që përbën rrezik me ndikim serioz në shëndetin e njeriut rezulton të jetë shitur dhe konsumuar. Sipas burimeve zyrtare, subjekti që ka importuar produktin është BBI Group, Best Brand International. Alarmin për pigmentin e pa autorizuar e kuqe reaktive 141 e ka lëshuar shteti grek pas analizave të kryera në produktin Red Forest Fruit Cake. Në Bashkimin Evropian, ky pigment është i ndaluar për të përdorur në ushqim, kozmetik dhe lodra për fëmijë. Sipas ekspertëve të fushës, e kuqe reaktive 141 ka potencial toksikologjik dhe rrezik të mundshëm kancerogjen.